me I falëndëru bizneset të ndryshme, agjencionet, kompanit që na kanë ndëruar në këtë panajër veror, po ashtu qytetet, bashkit, komunat që kanë marrë pjesë në këtë panajër është diçka rësi. Artisti madh e tha dhe vetë, unë vërtet na kemi një bashkëpunim shumë vjeçar, por jo në relacion producent dhe artist, por si dy vllazër. Vërtet jemi ashtu siç e këndoj edhe në këngën e tij. Deçani, kjo është më e pakta që mundet me bë për një artist të vlerave të tilla. Ju po shihni në krahun ton të majt që Nikoll Prelej, përveç që është këngëtar I madh I këngëve shqipe, ai është edhe një artist I madh I pikturës dhe pikërisht Deçanin e ka ndëruar me hapjen e një ekspozite me punimet më të spikaturat e tij, që sot do qëndron këtu për publikun, ndërsa ditët në vijim do të tërhiqet në ambientet e galerisë tonë të artit këtu brenda. Ne si Deçan, më e pakta që kemi mujt me bo është të ndajmë një mirënjohje për